Aleanca Kombëtare për Integrim e ka përmbyllur fushatën zgjedhore në qytetin e Gostivarit me një aktivitet sportiv të organizuar në bashkëpunim me forumet rinore të partive partnere të koalicionit. Ngjarjes u bashkua dhe kryetari aktual i komunës së Gostivarit dhe kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, Valbon Limani. Në fjalën e tij paratërime dhe simpatizantëve, Limani theksoi se fushata është zhvilluar me energji pozitive dhe do të përmbyllet në të njëjtën frymë. Ai falënderoi rinin për angazhimin dhe kontributin e tyre gjatë gjithë procesit, duke bërë një thirrje të qartë për pjesëmarrje masive në votime. Sot e mbarojmë fushatën kushtimisht me këtë aktivitet të rinistëve tanë, ashtu siç edhe filluam. Të gjithë aktivitetet të cilit i kemi pas për edhe kampanjën përgjithësi ka qenë kampanjë pozitive në të cilën gjithmonë jemi munduar ta përçojmë energjinë pozitive deri tek rinistët në pikë të parë, gjithsesi edhe deri tek gjithë qytetarët e komunës së Gostivarit. Prej këtu i ftoj që të dielën çdo njeri i cili ka të drejtë vote të del dhe ta shfrytëzon këtë drejtë vote dhe me atë zgjedhja të jetë sa më e mirë. Ditë e diell le të jetë ditë feste për të gjithë gostivarasit kur do dalin dhe do ta bëjnë për zgjedhjen më të mirë për qytetin tonë. Ndërkohë, bartësi i listës Aleancës Kombëtare për Integrim për Këshillin Komunal në Gostivar, Valdet Xhaferi, u bëri thirrje qytetarëve që më 19 tetor të votojnë për numrin 4, si për kandidatin për kryetar komune, ashtu edhe për listën e këshilltarëve. Ka qenë një fushatë goxha intensive, reflektuar me prezantim të programeve, koncepteve, opcionit, një fushatë e cila në vete ka mbajtur supën e një referendumi, një proces i cili ka tejkaluar kompetencat, kufizimet e vetëm zgjedhjeve lokale bashkë me kandidatin doktorin Valbon Limani. Kemi bërë bashkë bisedime e prezantim të ideve tona se si e projektojmë Gostivarin duket në 4 vitet e ardhshme. Gjithashtu pjesë e kësaj fushate intensive kanë qenë grupi i kandidatëve të Këshillit në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim dhe sot dua edhe një herë t'i falenderoj tritë e reja të cilët kanë bërë një punë vërtet jashtëzakonshme gjatë gjithë këtij procesi zgjedhor. Kryefjalë e fushatës kanë qenë edhe janë me kësmet Zotit do t'jenë edhe pas marrjes mandatit kur në krye do t'jetë doktori Valbon Limani në komunë të Gostivarit. Dua ta shfrytëzoj gjithashtu këtë mundësi që me datën 9 tetor, pra ditën e diel, tritë rejat e qytetit, gjithë bashkë qytetarët tanë të Gostivarit, të moshuarit, moshat e mesme, të gjithë fokus grupe të dalin masovikisht të votojnë dhe sigurisht i ftoj të rrethojnë numrin 4 për kandidatin për kryetar komune, numrin 4 për listën e Këshillit. Shumë është me rëndësi pjesëmarrja në zgjedhje, vota e lirë dhe demokratike. Do të përcaktojmë në 19 tetor fatin tonë se si duhet duket komuna e Gostivarit, por edhe se si duhet të ecin zhvillimet politike në nivel qendror. Ju falenderoj shumë. Sipas kalendarit zgjedhor, heshtja zgjedhore fillon sonte në mesnatë dhe do të zgjasë deri të dielën ora 19, kur edhe mbyllet procesi i votimit për raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Fushata elektorale zgjati 2 javë.